unë atë personin... Ku gati e pas në harru, po. Po, do të thëtë, unë atë personin e kam, do të thëtë, e kam paraqit në organet e rendit të drejtësisë. Prej momentit që unë e kam paraqit, e unë një pasqyru si hajnë, edhe si një person që ka marrë mitë marrje, a i personi edhe asë një portal në mediat e Kosovës, nuk janë duke ju rikthy ati skandali. Gjatë kohës fushatës, edhe në gjdo studio televizive që në shkoj, thëmë, ati rikthejme para se me shpik një skandal të ri, ati rikthejme skandalit tim të parë, ku në ko marë pare për një kompani së mishit, dhe të pse nuk për rikthejme, pse asë një portal nuk po shkruan të kjo pjesa asoj, ku ka do një pseudo gazetar dhe pseudo analist, që do të thëtë qirët në baza ditore në për studio televizive, edhe ka thonë që ministri Faton Peci ka marrë mjete financiare pare prej kompanis X që s'po du me përmenen, që s'po du me dëmtu. Edhe krejt portalet, për një moment, sikur se para në fillim të javës, do thëtë u kone mbulume. Në momenti kur unë e kam ba pjesën e padis për shpifje, asë një shkrim nuk përsëritet. Edhe mekanizmat e drejtësisë nuk e marrin asë një veprim. Shumë është e thjesht lartë, vetëm e thirë personin fjallë, është e shkrum e zezë në të bardhë, Faton Peci ka marrë mjete financiare për kësaj kompanije. E dëshmon se ku është burimi i informacionit që në ku marrë mjete financiare. Edhe ku më thonë që ku më shku deri në fund. Thotë, ky personi ku me tregu se ku jenë mjetet financiare që një ku marrë. Ka përfundu ky proces, mediat nuk shkrujnë. Unë e vazhdimisht bëj apel, ati rikthejmë skandalit parë, nuk ka asë një shkrim. Skandali dytë, vllai Fitore Pacollit. Do thotë, asë në skandalin e parë, asë në skandalin e dytë, lartë për qytetarët e Kosovës duhet me kuptu Ministria e Bujqësisë për 30.000 fermer në baza vjetore e 120.000 për 4 vite, kërkun nuk kërkohet lista e bijave. A kupton? Lista e bijave nuk e kërkon kërkush. Se kanë e ki motër, kanë e ki teze, kanë e ki doj, kanë e ki vlla, kanë e ki motër. Aplikimi për gronte është online. Ministri lidhe me atë punë nuk ka. Në momentit që ti aplikon edhe i plotëson kriteret, ajo sistem ndodh procesi i vlerësimit edhe ndodh rezultati i parë preliminar, e në rezultatin fakte që ti del në rezultatin e parë preliminar për shkak se realizohen edhe 2-3 inspektime edhe kontrata, edhe në momentit si ti mbi 30.000 euro përfituesi duhet me hap një biznes që ndryshe nuk mundesh me qenë përfitues. Krejt këto procedura do të thotë konë lufte jashtëzakonshme. Tash, unë e kam informacione që 3 palë polic hetues janë ndrru në Ministrinë e Bujqësisë. Pse ndrohet policia? Momenti kur ata vinë, zyrtar po tregojnë, ja u tregon formën e aplikimit, mënyrën e vlerësimit, i shohin kriteret, 10 herë i kontrollojnë, nuk ka asnjë kriter që nuk e ka plotësuar ta zonë personi X apo Y. Edhe në fund ata thonë po nuk e di pse po bëhen bërkat që zhurëm këtu s'pas ka kur gjë. Edhe kthehen në polici dhe në prokurori, ndrohet ekipa, vjen ekipa tjetër, i thonë po e kanë hetu këtë rast. Jo thonë ata po insistojnë se diçka duhet me gjetë këtu. Çka i thonë asaj lart? E unë me hesht karshi qësoj do thotë që çka ka ndodha? A shkojmë te skandali i tretë. 66.000 euro pagoj ministri Peci për mobilet që nuk ekzistojnë. Qysh është hap që ai lajm? Këtë dhe ja, ka bërë lajm të rrejshëm. E ka